Rreth 1 milion euro të padeklaruara janë zbuluar nga dogana e Kosovës në pikalimin kufitar në Merdar gjatë një kontrolli të detajuar të një automjeti që po hynte nga Serbia në Kosovë. Sipas autoriteteve doganore, vetura ishte përzgjedhur për kontroll bazuar në analizën e riskut. Fillimisht ajo është kontrolluar me skaner X-ray, ku janë vërejtur dyshime për një hapësirë të modifikuar në dysheme. Më pas, me asistimin e policisë kufitare dhe përdorimin e pajisjeve fibroskopike, është konfirmuar ekzistenca e një vendi të improvizuar ku ishin fshehur parat. Shumë e sekuestruar sipas vlerësimeve paraprake arrin rreth 1 milion euro. Dogana e Kosovës thotë se përdorimi i teknologjisë së avancuar për fshirë Reset X është thelbësor në luftimin e kontrabandës për parandalimin e veprimtarive të paligjshme financiare. Me urdhër të Prokurorisë Speciale të Kosovës, 3 persona janë ndaluar për 48 orë në ndyshimin për veprën penale, pastrim parash. Të ndaluarit janë Ardit Laska, zyrtari i policisë së shtetit në Shqipëri, si dhe Ahmet Kaziu dhe etnik Ahmad Xhokaj. Ata u arrestuan gjatë operacionit të përbashkët të policisë dhe doganës së Kosovës në pikalimin kufitar. Prokuroria Speciale ka bërtoditur se hetimet janë në zhvillim dhe se po ndërmerren të gjitha veprimet e nevojshme ligjore për zbardhjen e plotë të rastit. Autoritetet synojnë të përcaktojnë origjinën e mjeteve monetare dhe të verifikojnë nëse pas rastit fshihet një rrjet më i gjerë kriminal.